Mirë, të vazhdojmë tash. Pra ishim të kjo tabela. Në kjo databaza dhe në kuadrë saj kishim tabelën users, në cilën I vendosa disa shenime. Tash ta shohim operacionin më thjesht çka bëhet në SQL, dhe ajo është leximi I dhanave. Momentin që unë po klikoj browse, në fakt në mrapa vi ky aplikacioni po e ndërton një query. Query është termi për kërkesën që na ja dërgojmë databazës. Dhe ajo përbohet nga komandat të cilat janë në gjuhën SQL. Pra sot jemi të fokusuar vetëm në SQL. Tash po e bëj unë një query vet, atë klikoj te SQL. Select e ka kuptimin me selektu, por veprimi I saj është, domethënë me na tregu. Select, mandej duhet me cek çka. Çka jemi tu selektu. Në qoftë se thom ylli, atëherë po thom te 3 kolonat me na tregu, edhe emrin, edhe mbiemrin, edhe ID-n. Nëse na intereson vetëm një ose 2 fusha, mundëm me cek me renditjen që çdo une, për shembull thom emri personit. Pra veç ID-n edhe emrin, por jo edhe mbiemrin. From tabela quhet users. Kështu që tash kur bëj go, që e kom ID-n dhe e kom emrin. Tash po du me editu që ato, mundëm inline, mrenda rreshtit, por mundëm edhe edit më qilët një dritare, cilën unë muj me korrigju. Ma letë është me inline. Pra mundëm këtu, mundëm poshtë. Kur janë shprehjet më të gjata, shkoj me edit. Kur janë shprehjet më të shkurta, shkoj me inline. Peshojmë me Ajax që është realizu kjo. Çka mundëm tash hala me bo? Në rast se përdori yllin, shoh tash ka kam më shfaq. Go. Jo, ylli. Kështu. Go. Që pra na I shfaqet gjitha kolonat, por na shumicën e rasteve nuk kemi nevojë gjitha kolonat me lexu. Le të themi po du listën e produkteve me shfaq si linka ku me kliku për shembull te Sony Vaio edhe me dhon karakteristikat, me dalë në faqen e Sony Vaio. Unë aty këtë që kam duhet është me lexu ID-n dhe emrin e produktit, gjërsa nuk më vjen përshkrimi I produktit, as fotografia e tij, as çmimi, as kurrë, unë thjesht e kam një listë me produkte. Kështu që në ato raste cekim, pra këtë fush apo atë fush. Tjetër, kemi varianta në këtu. Mundem me bo select ID, presje, emri personit, S, emri. Që kjo djatas quhet alias. Alias I bjen, do të thonë, emri I dyti që saj. Pra në tabel quhet emri personit, mirë, por në query unë po duaj me quajt vetëm emri. Kështu që në këtë rast kur bëj go, do të jetë emri, jo komplet emërtimi që është emri personit. Kështu që këtu mundemi me shkurtu me zgjat në emrat sipas nevojës. Sepse dojmë me ndërtu mandej query tjera që I bazon këtë query, edhe tash mos me thonë emri person shumë shkrone, po vetëm e për shembull. Mundëm me shkurtu, pra me thonë S, E. Go. Tash, ky ma dha listën, mirë po lista është sipas renditjes çysh janë fut dhanat. Gjithsesi janë të sortume sipas ID-s. Se na e dim, në çdo insert 3 shtohet një ID që është për një më I madh, kështu që ajo renditja e futjes mundet me u pa te ID-ja këtu. Mirë po ndonjëherë neve kjo s'na him punë, se neve në shumicën e rasteve
nuk do të na interesojë renditja me cilën janë futur emrat, por do të na nevojitet, le të themi, me i sortu sipas emrit me alfabet ose sipas datës për shembull, sipas datës prej matres ka më e vjetër ose prej më të vjetrës ka më e reja e tjerë. Atëherë i thom sortomi sipas emrit. Inline order by e go dhe ja tash ku i kemi agon kadri valdrin. Kështu që çka shkruash në query automatikisht reflektohet edhe në aplikacionin ton, se me çfarë renditje kanë me u shfaq dhënat mandej në web faqe. Na mësojmë gradualisht, mandej qysh prej qësaj këtu që po na del me e gjeneru një HTML tabel që i shkon browserit. Tash njerë ti kuptojmë bazat e queryve. Rregull, nëse dojmë tash me e sortu sipas emrit dhe mandej sipas mbiemrit, atëherë shkruaj mbiemri personit s më ta zonë, po du me shkurtu mbiemri, order by e mandej më. Shka i bjen kjo? Pakës, shofim emërtimet e fushave. Mbiemri personi. Aha. Ja, personit. Okay. Tash ka me në funksionu kjo. Go. Tash që ku i kemi? Ma për para vjen agon Berisha se sa agon Gashi për shkak se A, mirë po të shtu B, mande vjen G-ja. Edhe pse unë agon Berishën e pas kom shtu ma vonë, pra ka i din ma të madhe se sa agon Gashi, i cile ka i din një. Radhit me si masona me shkret alfabetit dhe mbjene po agon. Të thot, njëherë sipas emrit, mandej sipas mbiemrit. Por ka raste ku na formojmë lista ku mas pari shkojmë sipas mbiemrit, mandej shkojmë sipas emrit. Atëherë, nëse këtu s'kemi dy mbiemrat që po përsëritën, atëherë grupohen mbiemrat, mandej vijnë emrat. Po më e logjikshme, më e shpesh, do të thotë njëherë emri, mandej mbiemri. Në rast se, që tash besor të veç me emën, e shtoj klauzullën dests, ke quhet klauzull, një opsion në SQL, termi klauzull përdoret. Atëherë shkon kontra, shkon valdrin, kadri, agon. Kur nuk e shenojmë, shkon prej A-zërit të Z-ja ose mundemi në mënyrë eksplicite me cek ASC që është ascending në rritje A, B, C, D. Tërsa DSC descending në ramje prej Z-s deri te A-ja, gjithsesi prej numrit më të madh deri te numri më i vogël në rast se kemi të bëjmë me numër. Pra select ylli, emri personit SE, mbiemri SM, from users order by e ascending në rritje. Çka halat tjetër na mundemi me po të këto queryt? Where? Shtoj të klauzullën where. ID, barazime, 55. Me këto duhet një rresht me plotësu kushtin e caktuar që me u shfaq. Kështu që këtë rast kushti ishte që fusha ID e tina ta ketë vlerën 55. E shikoni këtu që kom shenu brenda apostrofave. Por në qoftë se thon where ID më e madhe se 55, atëherë si rezultati kom 2 emra, sepse ky është 56, ky është 58, pra të dyjat janë më të mëdha se numri 55.
Në rast se thom më e madhe ose baras me 55, atëherë mdulen 3. Edhe 55, edhe 56, edhe 58. Pra, më e madhe ose baras. Pra, starton prej 55-it. Ndërsa kur thom vetëm më e madhe, ai starton prej asaj vlere që më e madhe se 55, do të thotë fillon prej 56-it. Tjetër variant është me thonë më e vogël. Kështu që tash më jep këtë vlerat që janë më të vogla se 55 dhe në këtë rast e pas kemi nishin që qenë ka më e vogël. Shumicën e rasteve na do t'i bëjmë këto werat sipas ID-s. Na që Valdrini select ID në kupton selektohet qëtë ID dhe ndryshoj. Jo. Nuk e ka të kuptim. Select ID, select shfaqma, tregoma fushën që e ka emrin ID. Prandaj po ta tregon që të fushë. Selekto ma fushën që e ka emrin personit, por paraqit ma si e, që ku i kemi e. Selekto ma fushën që e ka emrin mbi emrin personit dhe ato paraqit ma si më që ku është. Pra me këto, ti vetëm pithu trego ma këtë fush, sikur në Excel që i keni hide, muni me fsheh kolona caktume dhe vetëm disa kolona ti tregon, tjerat nuk ti tregon. Dhe na këto cilat me i tregu, cilat mos me i tregu, i numrojmë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumica në rasteve na vetëm bëjmë select ylli, por nuk ka ide e mirë. Për arsye se na pa kur farë nevoje pe ngarkojmë serverin me dhana edhe aplikacionin ton, sepse gjitha ato dhana që mirën prej MySQL serverit kthehen në aplikacionin ton dhe transformohen në array, në varg. Dhe array ku ruhet në memoria, në RAM memoria. Kështu që në rast se unë them selektoj gjitha fushat dhe rekordet ta kenë kushtin që t'jenë për shembull ID-ja le të jetë më e madhe se 10, si përgjigje mund të kthehen 10.000 rreshta dhe komplet kretë 10.000 rreshtat me kretë kolonat që e ka do të vendosen nga databaza në RAM memorien e serverit cilën është shfrytzuar aplikacioni. Dhe çka ndodh me atë rast? Çka kemi thonë për sa i përket RAM-it, që duhet jemi sa më shumë racional. Maksimalisht me kursy RAM-in, sepse në momentin që te kalot kapaciteti RAM-it, aplikacioni jonë do të ndalet. Prandaj, kur bëjmë select dhe kemi të bëjmë një tabel që ka shumë fusha, na i selektojmë vetëm që ato fusha që na duhen. Por jo edhe fushat që nuk kemi ndërmend në kuadër të qasaj skripte me procesu. Unë kom vrejt, shumica vetëm ja bëjnë select ylli, jo gabimi madh është, sepse le të themi se ti po don vetëm me bo një list me linka, dy në ID edhe emri produktit, ndërsa përshkrimi mund me pas 20 kilobajt përshkrim, ata është logariti, me bo me thonë, lezo me 100 produkte, ku përshkrimet e ty në jonë se cilës ka 20 kilobajt, a kemi 20 megabajt kot që po i lexojmë në memoria, e tash 20 megabajt unë si një user në njënin koneksion serverit. Po mund t'jenë edhe 100 tjera, tërë se cili prej tyne, në që se ekzekutohet query një, se cili prej tyne, po e ngarkoj që se gjithë starton njëjtën kohë, se cili me nga 20 megabajt pe ngarkon memoria, RAM memoria në serverit, që shumë fishet e kalon limitin që na mund ta kemi thjesht 128 megabajt total në dispozicion në shared host, ose në hosta dedikum rrallë kemi që me çmim të arsyeshëm ti mund me marrë ta zonë 1 giga ose 2 giga RAM. Sendi më i shtrenjtë kur porositesh një server është pikërisht ai pozicioni kur caktohesh se sa RAM jetë i marr. Gjithmonë hapësira është tepër e lirë, t'jep edhe 100 giga hapësirë, por nuk t'jep RAM. Pse? RAM-i ose sendi ma i shtrenjtë edhe nuk mundesh pa kufi me qit në një kompjuter, a diskun mundesh. Shumë kompjuterin mundesh me qit 16, themi 32 giga, por nuk mundesh me bot 3200 giga për shkak në një kompjuter që me pjesëtu mandej me sa sajt ajo aty dhe sa vizitor janë njëkohësisht. Prandaj është resursi më i shtrenjtë, të cilin dojmë me kursy më shumë. Prandaj në këto raste
maksimalisht na duhet me jo hik shenja syllit. Yllin kemi me përdor vetëm kur kemi tabelat vogla sikur kjo, tash që i ka vetëm 3 kolona edhe nuk ka ndonjë big deal. Tash me qenë se po mungojnë aliasat, nuk mundë me bo order by po emri personit. E shënoj komplet emërtimin e fushës. Çka kemi hala? Mundëm me thonë, lexomi gjitha rekordet nga tabela users, renditni me alfabet, dhe kjo në këtë rast mi jep 4, mirë po unë po thomë lexoj, por lexomi vetëm 2 rreshtat e parë që kthehen si përgjigje që ku e kemi. Por mundëm me thonë 2, po të fillu prej numrit 3, le të themi. Atëherë ky çka më lexoj? Ma lexoj prej ID-s 56. Pra limit po na kufizon. I kom 4 shërime, më thëmë limit 3 të partë. Mirë për tash më thëmë limit 0 presje 3, mi lexoj 3 të partë. 1 presje 3, që shkoja gon gashi, që ishte me ID 1, ai ka qenë qaj 0, ja se 0 është i pari. Sikur të indekset e matricave që numërojshin me 0, edhe këtu 0. Mirë po këtu e ka kuptimin, që tu më përcilni mirë. Kur këtu e thëmë, fillo prej 0-s, fillo prej qati të parit rresht, si mbas renditjes ekzistuse, por nuk po thëmë prej ID-s 1. Pra kjo s'ka të bëj kurgjo me ID-n. Fillo prej rreshtit 1, i cili është faktikisht i dyti. Fillo prej rreshtit 2, mi lexo 3 tjera, ose bi thom, prej rreshtit 2, mi lexomi 2 tjera që janë në vijim. Kështu që ky tash kam mi lexu Kadrina dhe Valdrinin. Pse Kadrina dhe Valdrinin? Që qëta janë? Kadria edhe Valdrini. Kom thonë, prej nishit, të thot 0 është i pari, nish është i dyti. Dhe të thëm 2 copa meri. Mirë po, tash në qose unë e thomë limit 1 presje 2, mirë po, order by emri personit, dests, tash e korrigjoj. Atëherë kom Kadri Agon. Pra këtë më varët si mbas qati sortimi shka ka me mdarë. Kadri Agon, a dhe të shpithom ASC, Agon Kadri. Pra, varsisht qysh është renditja, atëherë pithom ka përcej 1 apo ka përcej 2. Pse ma herët paraqiti gabim, e tash të paraqit gabim. Kur na i shenojmë këto klauzullat e SQL-it, është shumë e rëndësishme edhe renditja me cilën e cekim. Sendi parë që jem mësuar është që limiti gjithmonë po vika mas order by. Sepse edhe pse për nga sintaksa gjithçka është e përkryme këtu, kjo do të lajmëroj gabim vetëm për shkak të vendit ku e kemi vendosur. Dhe na kemi disa klauzula dhe është me rëndësi do të thotë kur vendosim këto relacionet ndërmjet tyre. Me qenë se na drejt për drejti po i shkruajmë këto queryt, ju kur të shtroni të shtëpia thjesht video keni me kthyer queryn, keni me bë pause, keni me shkru edhe keni me bë run te serveri juaj lokal. Sepse plot varianta jon tash mos krijoj fajlave që veç për secilën. Çka më hala tjetër me bo unë me një query, po mushna pra me sortu me alfabet, po mushna me limitu se sa dhana,
sa rreshta me I lexu dhe po musha këtu në vend të yllit me vendos emrat e fushave në mënyrë me limitu se sa fusha jam të I lexu, po mushna plus të fushat edhe me I dhon aliasa, emërtime tjera që aty në kolonave. Aliasat I përdorim edhe tjetër kohë. Kur bëjmë veprime të agregimit, veprime të quajtura grupore. Çka I bën ajo? Hajt po vite struktura dhe për thom go, për një fush pagesa, edhe te pagesat është numër decimal dhe shënojmë që do të ketë për shembull 6 vende, prej tyne 2 kanë me qenë shifra decimale, rregull, indeks. Pra, sa herë që kemi bëjmë me dhëna financiare, përdorim decimal. Gjatësia dhe ai dyshi kallzon se me sa shifra që ai dyshi që to ma reflekton. Dhe tash përshkruaj këtu pagesa 5, pagesa 12, pagesa 13, edhe ky pagesa le të themi 50. Tash po më intereson me ditë shumën e kësaj. Nuk ka kurrë problemi. Shkojmë në SQL. Atëherë ku më thon select, tregoma ID-n, ose direkt shumën me shtabaj. Sum pagesa from users. Që kjo where një e heke. Që po thot 80. Përgjigja është 80. Mirë, po çka është emri I fushës? Emri I fushës është sum pagesa. Kjo është shumë tut kështu, si emër variabli, sepse në aplikacionin tim unë duhet me ju referu si indeks I matricës, gjithsesi si një lloj variabli. Kështu që kthena te ky query edhe thon sum pagesa as totali. Go. Nuk ma pranoj. As totali. Ta shumë mirë. Që tash emri I fushës është totali. Pra sa herë kemi një formulë, sikur këtu që është sumë, gjeje shumën, atëherë emri I fushës do të jetë kështu që shkruan këtu. Mirë, po kjo këtu nuk po tingëllon si emër variabli. Dhe mund të më krijojë probleme aq më tepër që çdo përgjigje që kam u kthy prej databazës kam u konvertu çka në një antar të një matrice diku. Dhe çdo klapa që tu mu kanë me ma prish emrin e kësaj si antar I matricës. Prandaj une në SQL pi thom që shumë që pe llogarisish regjistroma me emrin totali dhe atëherë mandej une për aplikacionit tem komentir si totali. Ajtë po du me ditë se sa rreshta janë gjithsejt, atëherë thom count. Shikoni, ndash të vogla, ndash të mëdha njëjtë e keni në SQL, mirë po praktika e përgjithshme është që me I bë me të mëdha. Totali 4, pra po më kallzon që gjithsejt janë 4 rekorde. Kështu që na për me ditë se sa rreshta janë gjithsejt, nuk pas ka nevojë me shti ndaj procesi I cili numëron që thot x, x++, x++. Po thjesht edhe pse mundëm, ja, me PHP, me thonë. Lexo prej rreshtit parë deri rreshtin e fundit të kësaj tabele dhe një x që ka startu prej 0 rritet për 1 në fund kallëzoj sa është x-i. Po ajo kish me konsumu shumë resurset serverit, shumë resurset memorjes, shumë kohë, ndërsa të njëjtin sen, kur po e bëjmë me sintaksën e SQL-it, ajo ekzekutohet brenda milisekondave. Kështu që këshilla jeme ma e rëndësishme për sa I përket këtij raportit ndërmjet PHP-s edhe MySQL-it është këtë çka është e mundshme me u bë në SQL, bëheni në SQL.
Pra, që se ti din që është bëhet diçka në PHP dhe që bëhet në SQL gjithmonë pa përjashtim jepi përparësi asaj në SQL. Sepse çdo veprim që merr për bazë procesimin e dhënave nga databaza, gjithsesi databaza, pra sistemi për menaxhimin e databazës do t'i lexoj shumë më shpejt se sa PHP-ja. Sepse PHP-ja duhet në mënyrë tërthora si marrë deri ato dhëna. Se për me numru, ka me thonë lexo me një nga një edhe një farë x i ka me numru dhe në fund ka me thonë që ka që janë. Dhe mundet me shku për shembull në një databazë të madhe, mundet me shku 10 sekonda, 20 sekonda, ndërsa për vetë sistemi për menaxhimin e databazave konkretisht këtu MySQL-i kjo matet thjesht me milisekonda edhe shumë pak sekonda edhe nëse kemi miliona rekorde. Edhe nuk o fjala veç sa për numërima, po me gjetë shumë, po është fjala në përgjithësi që me anë të këtyne queryve mund të bëhen kërkesa jashtëzakonisht komplekse. Vazhdje kadrisi ka zësha do query maramense që janë. Por, çka kom sigurune me ato që një pjesë konsiderueshme të logjikës së aplikacionit e kom bart në SQL, atëherë aplikacioni jem është shumë më lehtë i menaxhueshëm. Pse? Sepse ai nuk menaxhon me dhënat që janë database, po vetëm mirët me paraqitjen e tyre. Paraqitja e dhënave është një proces shumë i lehtë. Që nëse kur du me kalu, le të themi prej PHP-s në një gjuhë tjetër apo në një framework tjetër, unë i kopjoj çdo query-t, çështu që shon pas një ndryshim. Sepse unë muj me ndru gjuhën, por jo edhe databazën. Pra, shumica në raste nuk kemi nevojë me ndryshu databazën. Dhe në atë rast unë muj me rishkru programin, por nuk kom me pas nevojë me rishkru programin prej zeros, po vetëm pjesën me çu SQL kërkesën, me marr ato dhe me shfaq në formë tabelare për shembull në ekran, ndërsa logjika se çfarë dhëna dhe në çfarë mënyre duhet me qenë të organizuar ato dhëna, ajo është brenda SQL-it. Shohim tjetër çka mund me bë. Peshtoj një fushë të katërt, pequj komuna. Edhe përboj integer dhe përboj index. Save. Kthehem të dhëna. Për se cilën prej këtyre anëtarëve ne duhet me shënua edhe cilës komun i përket. Mirë po cilën ID tash ku me qit këtu. Qose e boj me shkru direkt emrin e komunës del një problemi madh, që për shembull pe kthej unë strukturën që komuna mos me qenë numër integer, mande prapë kthej në integer, po pi thom me qenë shkronja, hajde 11 shkronja maksimum. Atëherë muj me shkru, për shembull Agon Gashi, me thonë Podujev, Kadri me thonë që aktualisht është në Tetov, mirë po, që se edhe Valdrini është Tetov, unë e gabimisht të ju në gutë kënë shu Tetov V. Nërsa, kur ko marrë të Agoni, këtu këmë thonë kjo është në Besian. Si që shtu e ka plësu e formularin dhe une jom hutu s'pidi që Besian i thojnë Podujevës. A i thojnë as i thojnë Besian. Dhe shka ndodhi këtë rast? E humba integritetin. Integritetin e dhënave. Sepse nuk mundëm në mënyrë të pagabueshme me identifiku që ky edhe që ky janë qyteti njëjtë dhe që ky dhe që ky janë qyteti njëjtë. Po do të na figurojnë tash neve 4 qytete të ndryshme. A në fakt janë 2. Kështu që në vend se me i shënu qytetet me emra,
Dhe tash mund tjetë për shembull një aplikacion, njëri kur u regjistrohet shkrujti po dujev, mirë pa ai tjetri po dujev pa ë në fund, ai tjetri në vend të ë shkrujti e. Dhe mu tash po më formon disa variantat një emni, ndërsa databaza çka e ka problemin? Problemin që nuk mund tash me i grupu dhana, se na mësojmë që ajo group by. Sepse po dujevën ka me mandasi një qytet tjetër, po dujev pa ë në fund një qytet tjetër, po dujev e si një qytet tjetër, besionën ka me mandasi një qytet tjetër. Çka është zgjidhja në këtë rast? Zgjidhja është që ta bëjmë na listën e qyteteve, si listë të veçantë, dhe në formularin tonë tash kur dojmë na me marrë atë informatën për cili qytet është, ma lehtë e kemi dhe ma mirë për databazën tonë, që ai të ketë mundësi me zgjedh prej listës ku i shënojmë na kret 30 sa komuna janë në Kosovë dhe ai e selekton prej listës që paraprakisht është definu, sikur kur bëni sign up diku dhe ju dalin lista shteteve. Asnjë sajt nuk lejon shkruaje shtetin, gati asnjë se ka dhe që sepse mundet njëri me shkru dhana pa lidhje aty, edhe aty i del fa shteti me në i farë emni që nuk ekziston. Kështu që në vend se këto dhana që mund të jenë përbashkëta për shumë antarë, me i lonë në formë tekstuale, na këto duhet me i shkru në formë numerike. Se s'kom nevoj me fshini nga një, vite structure, vite komuna dhe thom boma integer. Save. Dhe tash kur bëj browse, kret dhanat u fshin këtu, zavensun me 0, se tash është tipit integer, dhe qarë do teksti që ka ekzistu, automatikisht është konvertu në 0. Që keni kujdes kur i ndroni tipet. Rast se keni pas tekste dhe ju tash ka kujtu me i bo numra, ma mire keni shtoje edhe një fush, ma ndej me do query mund është me bo operacionet bartjes vlerave, se sa direkt me bo konverzionin si kur tash që shë bona, sepse kreta emra të ufshin hupi informata. Po cilat informata kom i fut që tu përsa i përket komunave? A muj unë dikun këtë tabel me shkru listën e komunave? Jo, për këto duhet me formu një tabel të re. Dhe me vendos relacion ndërmjet këtyne dy tabelave. Kështu që i bëj një, edhe thom komunat. Edhe thom komuna ID, ka zonë qështu. Mundoni qysh doni me shkru. Po une nuk rekomandoj që kretave me u vendos ID, sepse fund kur kime dosht me selektu ape dush ID-n e userit apo ID-n e komunës, ti kime u detyru me e cek edhe emnin e tabelës, që që i query bëhet ma i gjatë. Që ta shë demonstroj ato. Pe bëj ID dhe ID-at e dim që janë primary dhe janë auto increment. Edhe tash pëthom emri komunës, atër thonë varchar 15, edhe a e indeksojmë ajo kretë varet ma vonë në aplikacion, a do të bëjmë do një search si mbas emnit komunës. Që se s'kemi me lonë kërkun do një fush për me bo search si mbas emnit komunës, na mujmë me lonë pa indeksu. Që se dojmë me lonë një search që njëri përshamë me shkujtë Prizren edhe mi dalë kretë prej Prizrenit, atër e indeksojmë. Save. Tash vite komunat, browse, edhe pithom insert. Tash e bëj listën, për shkak thon Prishtinë në Prizren, enter. Prap vite insert. Thom Podujev, tash në klla pa Besjan. Tetov. Go.
Po thotë kputi shënimin për arsye se numri total I shkronjave këtu ka te I kalu qatë limitin që ja kemi dhënë na. Pra gjithmonë kujdesuni që fushat ketë mjaftueshëm vende, nuk po mjaftoj ka 15, po ops, 2 e bona, veç pakës, të voj 20. Tash qaj dyshi I gabum mi shkurtoj emnat këtu. Shini. Për shka thom, kur punoni me databaza, njëherë bojeni kopjen e tyne se mundeni me përfundu qështu me I rishkru sa emnat. Po du jedh, Besian, dhe fundit ishte Tetov. Tash po e qeli këtë tabelën users, po e qeli në një tab veçantë, sepse do të duhet me pa të dyja tash. Kur vite agon gashi, du me thonë që është I podujevës, atëherë shikoj numrin, është numri 3. Kështu që thomë është komuna 3. Këto që shpebojnë manualisht, aplikacioni jonë do të bëjë automatikisht. Pra, tu e lexu prej listës që select listës që e ka zgjedh, e merr ID-n dhe kjo automatizohet. Por na tash manualisht, veç sa për demonstrim. Tash vim te kadria dhe po them që on Tetov, atë ky është 4. Vim te Valdrini, hajt pe bëj Prizrenian Valdrinin. Ops, dysha s'ka ke, në? Po, edhe këtë Berishën këtu, po them, letjet I Prishtinës, dhe peshtoj edhe një tjetër të Prishtinës. Hajt, thom. Që Besartën, peshtoj Besarta, Kadria. Komuna 1. Kështu që I kom 2 antarë të komunës 1, hajde peshtoj edhe një të Prizrenit, që është komuna 2. Peshenoj vetë vetën. Por ajo çka jemi të I vrejt na që me gjithat na kemi 2 tabela veç e veç. Kështu që kur bëju në select ylli from users, go, mu më jep vetëm dhënat e users, por jo edhe të komunave, vetëm këto po shoh, por emrin e komunës nuk po e shoh. Dhe kjo nuk o fort informate dobishme për mu, sepse si njeri unë e kom vështirë me majt mend çka ke nishi, çka ke dyshi. E duhet me printu dhe me pas listën për para, edhe me këshyr kur të plotsoj. Prandaj na kemi zgjidhje tjetër. Cila është ajo zgjidhja tjetër? Që pe hapi një dritare të tretë, sepse më vjen edhe këtu me këshyr, edhe këtu me këshyr. Thom, select ylli from users. Shikoni mirë. Inner join komunat. Pelot këtu. Go. Shka fitova? Fitova plot reshta, ma tepër se që prita. Për çfarë arsye? E kom agon gashin për tash, agon gashin po më përsërit 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë. Kadria 4 herë, si cili ka 4 herë. Shka u bo, shka ndodhi tash? Plus e shojmë shtyllën e fundit, tash në vend të vetëm numrit, mu po dalin edhe emrat e komunave. Që kjo shka më ka dalë, shtu ka 4 herë, quhet produkti kartezian, që se keni mësuar matematik,
Pra, për secilin prej këtyne, i është bashkangjit nga një komunë që është në listë. Që nëse shkoj të komunat e shtoj edhe një komunë të pestë, për shembull, i them insert pay dhe kthehem te ky query e ekzekutoj prap. Tash do të shohim që agoni është 5 herë. Ky pe kryen një farë pune, po një farë pune bajagi çuditshme po e kryen. Por mos me na dhon kret kombinimet e unë, di çka ka bë ky. Thjesht e ka marrë userin e parë, komunën e parë, userin e parë, komunën e dytë, userin e parë, tretën, katërtën, pestën, ka marrë userin e dytë, komuna e parë, 2, 3 deri te pesta, edhe kështu me radhë ka shku deri te useri i fundit edhe ka marrë krejt listën dhe për secilin prej tyne ka bë nga një kombinim. Mirë po, ato kombinime që kanë dalë nuk e reflektojnë realitetin sepse nuk është agoni prej 5 qyteteve, po agoni prej një qyteti. Duhet me e limitu, me vendos kushtin, tash thom on. E tash duhet me gjetë të dy tabelat. Qatë fusht, pra qatë kolon, ku vlerat korespondojnë. Cilat vlera duhet me korespondu? ID-a e komunës, në rregull. Vitet tabela e komunave. Cila fushë quhet ID këtu që kjo? On. ID barazi. Cilës fush i korespondon kësaj tjetër? I korespondon fushës komuna. Pra që kjo përmban ID-a të asaj tabelës tjetër. E thon komuna. Go. Opa. Gabim. Çka ndodhi? Pa ndodhi ajo që parashikova më herët. Që në të njëjtën tabel, tash unë i paskom 2 kolona ID. Por këto 2 kolonat përmbajnë vlera të ndryshme. Këtu janë ID-të e komunave, ndërsa këtu janë ID-të e userave. Agoni është useri numër 1. P-ja është qyteti numër 5, ndërsa këtu kom edhe kjo quhet ID, edhe kjo ID dhe tash serveri s'po din cilën me e marr prej këtyne. Dhe atëherë unë duhet me cek. Me thonë komunat pik ID. Kështu që tash e specifikova cila prej këtyne dy ID-va. Prandaj nuk është ide e mirë që ju te userat për emrin e userit me dhonë emri, ndërsa kur shkosh te komunat për emrin komunës prap me dhonë emri, sepse ki mund detyru atëherë për çdo fush ti edhe me cek emrin e tabelës ose për ID-n, ID-a ne, ID knej, kështu që tash kjo më detyron që në çdo query unë me specifiku, me thonë ID por ID-a e komunës. Dhe tash shka na dul? Tash na dulën 6 rezultate, që ato shka pritëm. Sepse vendosja që ti relacioni na e zgjidhi qatë produktin kartezian, pra ku çdo user ishte i lidhur me çdo komunë. Tash një user është i lidhur me një komunë vetëm dhe vetëm në rast se te kolona komuna që ati useri është ID-a e komunës që është në tabelën tjetër dhe nëse ato vlera janë të barabarta. Kështu që kur e lexojmë na ta kopjoj që të query një. Kur e lexojmë listën kështu thjesht direkt, në vend të emrit komunës e kemi ID-n e komunës, por kur e vendosim këtë query për shkak se e kom vendos tash relacionin ndërmjet tabelës users dhe tabelës komunat, atëherë kërkoj go, tash e kom emërtimin e komunës këtu. Dhe që kjo ID-ja këtu
Kjo po ma reprezenton çka? ID-n e komunës. Ndërsa kjo ID-ja këtu po ma reprezenton ID-n e userit. Dhe shikoni, kolona komuna dhe kolona ID kanë vlera plotësisht identike. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë, kur e këshyri unë komunat si listë në veti dhe i këshyri userat si listë në veti, atëherë që ajo shka është komuna të userat, është që kjo. Po shka ju ka bashkangjit kësaj tabelës? E ju ka bashkangjit që kjo tabel, por jo me që të renditje. Por si mbas ID-s. Qose Agon Berisha është nga komuna 1, këtu ka bashkangjit qëto 2 kolonat prej tabelës komunave, të reshtit përkatës. Nëse Besarta Kadri është nga komuna 1, është bashkangjit që ky reshti 1. Pra nuk po bashkangjit tabela komplet, por resht për resht, dhe po mund me u përsërit qose ma shumë usera janë prej komunës njajtë. Çka tha Agon, po ta sugjeron vetë aplikacioni? Se e kom në ekranin e dytë e kom chatin për mos më regjistru në video, për ato kur jam i fokusum në ekranin e parë nuk shoh dytin. Po çka, hajt, veç shkurt mas jemi brenda temës. Ok. Pa. Kur ke fjala, kur e shkruajmë komunën, edhe nuk të lën, me shkru gabim. Po pra, sepse qëtë listë të komunave qëtu çka po e she, na do të mësojmë se si qëto me konvertu në HTML si select element. Dhe useri kur ka me zgjedh qytetin, thjesht ka me pas një listë përpara prej nga e zgjedh qytetin. E kështu na pa mundsojmë që ai me fut një dhanë që mund me kriju konfuzion databazën tonë. Të të thu shkruaj qytetin edhe tash ki planifiku që do të shënon vetëm qytetet e Kosovës dhe ai t'ja fut një qytet këtë tjetër ose një fjalë pa lidhje. Mandej që shkimi i boti ato dhana, kur kime dash mi grupu njerëzit si mas qyteteve, atëherë kanë me dalë do qytetet që nuk janë ishtë Kosovës ose që ekzistojnë kërkon galaktika ato. Prandaj për ato dhana të cilat mush me i anticipu, mi parashiku, ti paraprakisht e kryon tabelën për to. Dhe me këto pa mundëson çfarëdo lloj insertimit dhanave të gabume. Por çka nuk mush me anticipu, por nuk mush me anticipu datëlindjet e njerëzve, nuk mush me anticipu numrin e telefonit tina, nuk mush emrin e tina me parashiku në database, ai mund të ketë çfarëdo fare emri. Tony Blair mund me pas emrin. E ti nuk bësh listë për emra, por çfarëdo që mund me u limitu, ti ki me limitu. Për shembull, gjinia mashkull femër ose nën 3 konqita, qose kanë dalë shumë qasi. Mojsh pra e vendos mashkull femër. Vjen të qytetet, qëtë listën e qyteteve, nëse aplikacioni të është i limitum në disa shtete, qëtë listën e shteteve, ose cili do shtet, qëtë listën komplet e shteteve. Pra gjithçka që ka mund mu parashiku, ose për shembull me thonë, kom kalu me nish, me dysh, me tresh, ose me katësh. Ti nuk ki me lon një fush ku ka me shkrujt ai 1, 2, 3, 4, sa ai ka me afut 6. Prandaj ti, në rast se për shembull kime pas rubrikën ku ai ka me shënu suksesin, atëherë ti ki me bo një select element ku ai mund me zgjedh veç prej 1 deri 5 dhe nuk mund me kalu tjera. Pra na një pjesë të mbrojtjes dhanave kemi me bart në formular, me HTML, me JavaScript, shka të mundemi. E dyta,
Kur ato dona kanë me u dërgu në server, na kemi me kontrolu edhe në server. Që ose në idea e komunës fundit është 30, elbete mos na ka ardhë në i numër maj mase 30 ose maj vogël se 1. Sepse ka mundësi në një browser ti kur i fut dhonat që me bo këtu inspect element edhe me ndru prej brendësis që në vend të fjalës Prishtinë që pe bëj Ferizaj. Pa pe mbyllë. Dhe kur bëj submit për shembull të formulari nëse kombo që me lexu emrin, atëherë edhe pse në listë ai ka zgjedh Prishtinë, pra ID-a Prishtinës, në fakt ka shënuar një emër tjetër. Ma shkurt, dhënat në browser janë të manipulueshme pikërisht me çet inspect element. Përpara kur i ki pas Internet Explorerin e vjetër, 5, 6, 7, ti nuk ki pas inspect element, s'ki mujt me editu kur gjon faqe për me mashtru, është dash ti mu kon me përdor do teknika tjera për me mashtru një aplikacion, ndërsa tash me çet inspect element siguria e web aplikacioneve ka ra në nivel shumë të ulët. Sepse derivon unë kur kombo me lexu një vlerë prej select listës, unë nuk kombo kufa validimit asaj sepse kom ditë që ajo është e pa manipulueshme, veç kam e mdal që ajo ka zgjedh në listë. Po tash ajo palidhe është për vizitor, por nuk ka palidhe për developera, se developeri, posaçërisht këta front-end developerat kanë qef me testu sandet aty për aty, me selektu elementin, me ndryshu vlerën. Por kjo në aspektin e sigurisë për aplikacionet tona, kjo është tamam disaster, është katastrofë. Sepse unë edhe për select elementet, për cilat e di sakt sa elemente janë dhe çfarë vlera duhet me mpru, unë duhet me bëj validim në skriptën time, me kqyr qëse komunat e kom prej 1 deri në 30, me bo një if atje me kqyr mësoj, bete maj mas e 30, ose maj vogël se 1, apo 1.5 mos është, ne është gjysë komune, mamushës diku. Tash pra, ato dhënat kur i qesim select, atëherë në databazën tonë do të regjistrohet ID-a dhe kur dojmë tash me shfaq cili prej cilës komun është që ku i kemi. Rase mus m'intereson me pa ID-n e komunës si këtë, atëherë mundëm me ardhë këtu edhe me thonë, jo mo ylli, po me thonë, emri personit, presje, mbiemri personit, presje, emri komunës, presje, pagesa. Sepse zakonisht që to far ID-at interne që i përdor databaza juj nuk janë interesante me dalë në faqe. Shtypa gabimisht këtë mikrofonin më nal. Pra, kur na ndërtojmë një query, paraqesim gjitha fushat që na interesojnë për me u shfaq. Ndërsa këto ID-at janë dhënat interne të aplikacionit, këto nuk kemi nevojë me i shfaq vizitorit tonë. Tash po bëj go. Dhe ja, ku kemi emri i personit, mbiemri i personit, emri i komunës dhe pagesa, që kjo është informata valide që ju intereson, po më thënë usera. Mirë, po sa herë dojmë na me ndërtu link, që kjo neve na intereson se jemi të folë për web aplikacion, se jemi të folë për shumë me bo një database në access. Atëherë na duhet me e rujt, me e lexu për SQL-it edhe ID-n. Atëherë thom users pick ID presje. Go.
Sepse që kjo ID-a, që kjo kolona ID-s do të jetë qelë si kyç i cili neve do të na mundsoj me ndërtu hiperlinka në aplikacionin tonë. Po nuk ekzistoj që kjo ID-a nuk do të jemi në gjendje në mënyrë të lehtë me ndërtu linka, se për linka neve do të na vynë ID-a dhe mandej mësojmë teknikën. Pra, disa gjëra do të fillojnë prej HTML-it dhe kanë me përfundu në SQL. Për shembull, mushët formulari kontaktit, që për shembull akademia. Mushët formulari kontaktit, dhe në momentin që i boj dërgohet që të dhana regjistrohen në një database. Pra fillojmë prej HTML-it, shkojmë deri në SQL. Dhe nuk ka kur gjë tjetër në këtë pas. Mirë po, kemi tash situatën tjetër. Pra kjo është një drejtim. Faqja jon, aplikacioni, skripta jon, databaza e treta. Pra, HTML, PHP, MySQL. Por kemi edhe rastin tjetër. Është që kjo lista, kjo lexohet prej databazës. Lista kurseve. Kur shtoj kurse, kjo zgjatet. Kur hekin e kurs, kjo hiqet. Këtu renditja tjetër. Skripta janë i bon kërkes databazës. Databaza e lexon listën e kurseve. Dhe ja kthen skriptës tonë. Skripta janë e ndërton një listë atyne dhe ja çon HTML-it. Dhe që kjo na dul. Pra, kjo ka fillu si një kërkesë e skriptës. Momentin që është ekzekutu që kjo skripta që është në homepage, ka fillu skripta më ekzekutu, u lidh me database, e dërgoj kërkesën, jep ma listën e titujve të kurseve, si dhe ID të tyne, shikoni që kjo kurs /3, shini të ky reshti këtu. Kurs /3, kjo, kurs /2. Kjo /1, kjo /4. E kom ID-n edhe titullin e kursit. I shkoj kërkesa, databaza e ktheu titullin e kursit, përshkrimin e shkurt kursit dhe ID-n e kursit. Dhe skripta janë tash e mor e gjeneroj një div, brenda divit do H3 apo H4 ka do që janë për këto titujt, e gjeneroj brenda veçës dhe mandej e dërgoj ja bashkangjitit që ti HTML-it cilin e kom pregadit ma herët. Pra nuk kom nevoj në çdo faqe me pas e deri në futerin, e kemi pa me atë shembullin me includa me këto sende, ne do ta bëjmë edhe një teknik tonën originale, se si me bashkangjit me template. Do thot njëherë unë e kom bo krejt që to si HTML, ndërsa që kjo pjesë në mënyrë dinamike po bashkangjitet, asisoj që fillimisht po qilet skripta, po çon kërkesën database, po e merr përgjigjen, po e gjeneron që tekst dhe mandej në fund po ja bashkangjit komplet që HTML dhe në momentin që po bashkohen këto po paraqiten. Tash për shembull klikoj web design për fillestar, tash më dalin dhanat për shkrimi gjatë, i cili është i regjistruar në database. Pra që kjo faqe nuk rruhet si HTML diku, si e plot. Po diçka mirët prej njënës tabel, diçka tjetër merret prej tjetrës tabel, sepse tash tabelën e kurseve e kom lidh me tabelën e trajnuesve. Dhe ky trajnues e ka ID-1 që shihet këtu poshtë, akademiavirtuale.com/cv/1. Dhe ka thonë databaza që kursi web design për fillestar e mban në trajnuesi numër 1. Tash kur klikoj te ky, që ky /1 mundsoj që të shkoj informata tash te një skript tjetër e cila quhet CV dhe ajo skripta tjetër do thotë tu ju bazon këtë numër, shkon te tabela në të cilën gjendet CV-ja e ligjëruesit caktuar dhe po me paraqet. Pra në momentin që unë e pendroj faqen këtu, faktikisht po i ndroj edhe query-t. Dhe ato query-t po kalojnë prej tabelës në tabelë. Për shembull, dhanat që sa shkojnë në një tabelë të veçantë, të cilën e quaj messages.
në cilën unë e futëm edhe shoh kush ka shkruar mesazhe prej kontakt formës dhe nikosisht thom dërgomi në email. Pra edhe e kom në database edhe kom si kopje në email që për shembull pas ka ardhur një farë mesazhi më herët prej çti farë djaloshit i cili ka pyet lidhe me kushtin. Pra që kjo aplikacion këtu është totalisht dinamik. Këtu kur gjë nuk ka statike, përveç me thonë që saj pjese. Kjo është dinamike, sepse edhe lista e kurseve që del këtu gjenerohet në mënyrë automatike. Momentin që unë kom me shku me insertu një kurs të ri në database, kjo automatikisht do të ndelë si element i ri. Pra, be kuptoni shpinë, çfarë detyre pas ka. Që për aty ta verifikoj çka ka në database, ta kthej në skripta ta çoj në HTML dhe HTML të shfaqet në browser. Dhe gjithçka fillon prej URL-s. Mbas URL-s përcaktohet cila skript ka më lexu. Brenda skriptës çfarë query ka më ekzekutu. Brenda queryt dhanat e cilës tabela apo cilave tabela kanë më lexu. Mandej databaza ka me kthy përgjigjen prap skriptës. Skripta ka me lexu ato si lloj matrice dhe ka me përgatit HTML-in këtu bazuar mbas asaj, sepse diçka do në paraqit si element të formularit, diçka tjetër ka me paraqit si në formë tabelare, diçka tjetër ka me paraqit si hënishve 2shp, block quote apo diçka tjetër. Dhe krete HTML-i i cili gjenerohet në atë rast e dërgohet browserit të e bashkangjit edhe me këtë HTML-in, cilin e kom përgatit në mënyrë paraprake. Veç edhe një query ta ndërtoj qëtu edhe e përfundojmë për sot. Pra ju këto query i këshyrni në video edhe i përsëritni të i bo pause play. Ajta është po du une me ditë se sa e kam sa në zonë sa për cilës komunë. Dhe në këtë rast mu më intereson emri komunës, si dhe numri i nxënësve. Që qëtë countin të bëj count, shtu të madhe, dhe tash për thom order by emri komunës. Pra, listën tash jo si mas njerëzve, sepse nuk do të dalin njerëzit, po si mas komunës, por para asaj, kom e thonë, group by komunat ID. Grupomi shënimet si mbas ID-ve të komuna. Që se kom 6 nxënës, po 3 prej tyne janë prej Prishtinës, atëherë kam e mdarë një rresht për Prishtinën. Veç një sekund. Pra, nëse kom 3 nxënësa, cilët i përkasin komunës Prishtinës, unë do të fitoj një rresht për komunën e Prishtinës, por ai do të tregoj numrin 3. Go. Eja ku kemi. Podrev është një nxënës, Prishtinë 2, Prizreni 2, Tetov 1. Kur bëjmë këtë veprimin grup by, pra kur i grupojmë dhënat, më nuk mundemi me u ças dhënave individuale. Këtu nuk mund me pa emrat e individëve, por jam të i pa totalin. Dhe hajt tash për shembull edhe një komplikim që tu ta bëj. Sum
pagesa S totali. Pra, totali i pagesës. Go. Dhe çka kemi? Po DF, një nxënës ka pagu gjithsej 5 euro, Prishtinë janë 2 nxënësa dhe ata dy bashkë kanë pagu 84 euro, Prizren 2 nxënësa bashkarisht në total kanë pagu 358 euro dhe Tetove kom një nxënës i cili ka pagu në total 12 euro. Ajo pëlqej që ky triki i fundit? Kjo përdoret shumë. Ne do të shojmë orën tjetër, join atje, kemi inner join, outer join, left join, right join, ka disa mënyra se si lidhen këto dhëna ndërmjet veti. Për sot besoj që mjaft si kom shpjegu, incizimin po e nali si incizim,